prej sahabit të nderuar Ebi Dherrit el-Ghifari radiallahu an, se profeti sallallahu alaihi wasallam transmeton prej Zotit të vet te baraka wa taala duke thënë: Thot Allahu te baraka wa taala, o robrit e mi, unë kam bërë padrejtësinë të ndaluar dhe kam ndaluar atë mes jush, ndaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. O robrit e mi, secili prej jush është i humbur, përveç atij që unë udhëzoj, ndaj kërkojeni udhëzimin prej meje që unë t'ju udhëzoj. O robrit e mi, secili prej jush është i uritur, përveç atij që unë jap ushqim, ndaj kërkojeni ushqimin prej meje që unë t'ju ushqej. O robrit e mi, secili prej jush është i zhveshur, përveç atij që unë e vesh, ndaj kërkojeni veshjen prej meje që unë t'ju vesh, t'ju jap veshje. O robrit e mi, ju bëni gabime natën dhe ditën, ndërkohë që unë i fal të gjitha gjunahet, ndaj kërkojeni faljen prej meje që unë t'ju fal. O robrit e mi, ju nuk mundeni të arrini dëmtimin tim që të më dëmtoni, dhe nuk mund të arrini dobin time që të më bëni dobi. O robrit e mi, nëse të gjithë ju së bashku, nga i pari deri tek i fundit, njerëzit së bashku me xhinët, do t'i kenë zemrat e tyre të devotshme si zemra e personit më të devotshëm prej jush. Kjo gjë nuk shton në zotrimin dhe sundimin tim asgjë. O robrit e mi, nëse të gjithë ju, të parë dhe të fundit, njerëzit dhe xhinët, do jeni gjunahqar, zemrat tuaja do të jenë njësoj si zemra e personit që është më gjunahqar prej jush. Kjo gjë nuk pakson prej sundimit dhe zotrimit tim asgjë. O robrit e mi, nëse të gjithë ju, të parë dhe të fundit, njerëzit dhe xhinët, do mblidheshit në një shesh të vetëm në një tokë të vetme, dhe secili do kërkonte dhe do bënte lutjen e tij, do kërkonte kërkesën e tij, dhe unë do ja përmbushja atë kërkesë. Kjo gjë nuk pakson prej asaj që ndodhet tek mua asgjë, sikurse ai sa mund të paksoj gjilpëra për ujë të detit kur futet në det. O robrit e mi, ato janë thjesht punët tuaja të cilet unë i llogaris, i ruaj për ju, dhe pastaj u përmbush ju e shpërblimin. Kush gjen të mirën, le të falenderoj Allahun, dhe kush gjen diçka tjetër, të mos qortoj vetëm se veten e tij.